Sonte vërtet përjetojmë kënaqësi të jashtëzakonshme mu në vigjile të festës më të madhe islame, të festës së Fitr Bajramit, me rastin e inaugurimit të dekorimit të urës këtu, dhe për mua kjo natë është natë historike, sepse për herë të parë ndodh që një urë kyçe e qytetit tonë të emërtohet me emrin e një alimi jashtëzakonisht të njohur të territorit tonë dhe më gjerë, një alimi i cili tërë jetën ia kushtoi kultivimit të vlerave fetare, kultivimit të vlerave kombëtare dhe tërë jetën me dinjitetin më të madh u vendos në shërbim të zhvillimit të jetës fetare dhe kombëtare. Ne si muftini e Bashkisë Fetare Islame jemi krenar që komuna e Gostivarit zgjodhi këtë dietar të madh që të jetë simbol i qytetit tonë këtu. Dhe njëherët t'i shprehim urime për këtë rast të madh, për këtë gjestë të madh që ka bë komuna e Gostivarit. Sa është respektabil ky personalitet, neve si fakt më i madh na shërben edhe prezenca e kryetarit të Bashkimit Demokratik për Integrim, kryetarit ton, Zotri Ali Ahmetit, që në emër të institucionit që përfaqësoj i shprehi mirënjohje të veçantë dhe njëherët i falenderojmë shumë që me gjithë angazhimet që i ka dhe agjendën e dendur që e ka gjetur kohë që sot të respektoj gjithë pjesëtarët e Islamit, qytetarët, e në veçanti të respektoj projektin me emrin Hafës Jahja Efendi Jashari. Unë do doja të falenderoj kryetarin e Gostivarit, familjen Jashari, të cilët më ftuan që unë të marr pjesë në këtë eveniment, në këtë ngjarje, dhe njerëzit e mëdhej me kalimin e kohës shtrohet si nevojë që ato akoma duhet të jenë në mesin e komunitetit për të kontribuar edhe më tutje. Mirëpo jeta është e përshkruar dhe vendosur në kode të cilat i cakton vetë Zoti, por ndërtimi i këtij monumenti tregon që Hafës Jaha ka qenë njeri me ndikim dhe me kontribute të jashtëzakonshme. Kështu që unë do doja t'i falenderoj familjen, do doja të falenderoj miftinin, kryetarin e Gostivarit, që njerëzit të cilët kanë dhënë për këtë vend në aspektin fetar dhe kombëtar, sepse Hafës Jaha nuk ka qenë vetëm kontribus në aspektin fetar, por ka qenë kontribus edhe në ruajtjen dhe kultivimin e vlerave të pastra kombëtare. Dhe sot ne përkujtojmë një emër i cili ka kontribuar fetarisht dhe kombëtarisht. Unë falenderoj prezencën e kryetarit për shkak se i dha një bukuri të madhe promovimit të urës, miftiu të miftinisë të qytetit tonë, Zotit Sheqir Efendi Fetau, edhe donatori nga familja Jashari, pronari i kompanisë Kartel Irfan Jashari. Kjo urë u zbukurua me donacion, ishte ide përbashkët e jemja edhe e pronarit të kompani, se duheshte të zbukurohet një urë dhe të mbane emrin e teologut më të mirë të qytetit e Gostivarit, dhe regionit edhe në aspektin nacional, emrin e Hafës Jahjas, dhe tash këtu më qyteti fitoi me zbukurimin e kësaj ure një panoram të mirë, ajo që më gëzon shumë, gjithë qytetarët e kanë pranuar me kënaqësi shpirtërore zbukurimin e urës, i cili lidhen dy anët e
Vardarit dhe këtu është frekuenca më e madhe e qytetarëve. Dëshiroj që gjithë qytetarët e qytetit të Gostivarit ta përdorin edhe ta shijojnë këtë zbukurim me shëndet dhe sukses në jetë brez mas brezi. Faleminderit. Ne pregatisim harë.